Dita e dasmës ime kishte ardhur si një stuhje ngadalshme që përshkon qetësinë e një dimri të ftohtë. Ishte një ditë që unë e kisha ndëruar që nga koha kur isha fëmijë. Një ditë e mbushur me ngjyra, me gëzim dhe shpresë për të ardhmen. Por ajo ditë, për të gjithë të tjerët, do të dukej si një festë e përkryer, ndërsa për mua, brenda zemrës time, një shqetësim i thellë kishte filluar të rritet ngadalë, si një rënje e padukshme që gërmonte tokën pa zhurmë. Dhuratat ishin vendosur, ftesat ishin shpërndar dhe të gjithë miqtë dhe familjarët tanë kishin ardhur nga qytetet e largëta për të ndarë këtë moment me ne. Por, asgjë nuk mund të përgatit dik për atë që do të ndodhte më vonë. Unë isha e veshur me një fustan të bardhë që shkëlqente në dritën e diellit. Fustani ishte i thurur me detaje të vogla. Çdo qepje e tij dukej sikur kishte marrë frymëzimin nga ëndrat e një jete të lumtur. Flokët e mi ishin të kapur me kujdes, dhe një buzëqeshje e lehtë përpiqej të mbante frikën dhe dyshimin larg fytyrës sime. Në krahun tjetër qëndronte ai, burri që unë do të martohesha me të. I pari në rreshtin e dasmorëve, buzëqeshja e tij e plot, sy të mbushur me gëzim dhe një siguri që më bënte të mendoja se gjithçka do të shkonte si në përalla. Por pas asaj buzëqeshjeje, një sekret i errët ishte fshehur, një të vërtetë që asnjë njeri tjetër në këtë ditë nuk e dinte. Babai im, një burr i fortë dhe i drejtë, kishte qëndruar gjithmonë pranë meje si mbrojtës dhe si udhërrëfyes. Ai kishte qenë gjithmonë personi që më kishte mbajtur për dorë kur rruga duke e paqartë dhe kur shpresat e mia dukeshin të largëta. Dhe në atë ditë, ai kishte ardhur jo vetëm si babai që do të më shihte të martohesha, por si një mbrojtës i së vërtetës, pa e ditur që një tërmet emocional po përgatitej për të shkatëruar gjithçka. Ceremonia kishte filluar në kisha, një vend i rrethuar me lule të bardha dhe drita të buta që krijonin një atmosferë magjike. Të ftuarit ishin të ulur, të gjithë duke pritur me padurim momentin kur unë do të afrohesha në altar. Zëri i organistit mbushte hapësirën me tinguj të butë, ndërsa zemra ime rrihte më shpejt se zakonisht. Babai më shikoi për një moment, me sytë e tij që shpreheshin një kombinim të krenarisë dhe shqetësimit. Trego guxim, bija ime, tha me një zë të ulët, duke i dhënë dorën time të djathtë një shtrëngim të ngrohtë. Nuk e dija ende, por ai kishte ndier diçka që unë ende nuk mund ta perceptoja. Kur hapa derën dhe hapa hapin e parë drejt altarit, sy të gjithë të pranishmëve u drejtuan drejt meje. Ishte një ndjenjë e çuditshme, eufori dhe frikë përzier, një përzierje që më mbante të tensionuar. Dhe aty ishte ai, burri që do të bëhej bashkëshorti im, duke më pritur me një buzëqeshje që duket e vërtetë, por që fshehte një të vërtetë të zezë. Ceremonia po vazhdonte, duke përfshirë bekime dhe fjalët e priftit, por unë ndjeja një thithje në stomak. Diçka nuk po dukej e drejtë dhe instinkti im po më paralajmëronte. Kur prifti pyeti nëse e pranova të martohesha me të, një heshtje e thellë u krijua brenda meje. Heshtja e tij, buzëqeshja e tij e fshehur, çdo lëvizje e tij dukej si një shenjë e fshehtë që unë nuk doja ta shikoja. Pas ceremonisë, kur po përgatiteshim për të shkuar në pritjen e dasmës, babai më afrohet tek unë dhe më shikon me një seriozitet që nuk kisha parë kur më parë. Bija ime, tha ai me një zë të ulët dhe të rëndë, duhet të më dëgjosh. Dhe aty filloi rrëfimi që do të ndryshonte gjithçka. Ai kishte zbuluar se burri që unë po martohesha kishte një histori të fshehtë. Një histori që mund të shkatëronte çdo ëndër për lumturi që kisha ndjer. Ai kishte zbuluar se ky njeri nuk ishte ai që tregonte se ishte, se kishte mashtruar jo vetëm mua, por edhe gjithë familjen tonë. Çdo fjalë e tij ishte një shpërthim i vërtetë, një tërmet që më lëkunte botën time. Babai im, pa u dridhur, më tha: "Nuk mund të lejoj të martohesh me të. Nuk mund të shoh të humbasësh për një mashtrim." Zemra ime filloi të rrihte me një intensitet të pakontrollueshëm. Pyetje dhe dyshime po përplaseshin brenda meje si val të egra. Çfarë do të bëja tani? Çfarë do të thoshin të gjithë të pranishmit në ditën që kishte nisur si më e bukur e jetës sime? Ai nuk priti më shumë. Me një vendosmëri të hekurt, babai im ndërmori diçka që nuk prisja, ndaloi dasmën. Në mes të festës, përpara syve të gjithëve, ai u ngrit dhe tha të vërtetën që unë nuk doja ta dëgjoja. Dhe ajo ditë e ndëruar u shndërua në një ditë të pabesueshme drame dhe zhgënjimi. Një ditë që do të mbetej e paharrueshme për të gjithë. Kjo është hyrja dhe pjesa e parë e historisë, e ndërtuar për të tërhequr lexuesin në tensionin emocional dhe dramatik të ngjarjes. Pjesa tjetër do të vazhdojë me reagimet e mia, të babait dhe të ftuarve, dhe mënyrën se si e morëm vendimin e vështirë. Pas fjalëve të babait tim, një heshtje e rëndë mbushi sallën e dasmës. Tingujt e muzikës ishin ndërprerë dhe të gjithë sytë ishin drejtuar tek ne. Unë ndjeja se koha kishte ndaluar,
dhe zemra ime rrihte me një ritëm kaotik, sikur do të shpërthej në çdo moment. Ai, burri që do të martohesha, qëndronte i ngrirë me një shprehje të çuditshme në fytyrë. Një përzierje midis habis dhe padurimit, si dikush që nuk ishte parashikuar kur të zbuloheshin fshehtësitë e tij. Babai im nuk e lejoi situatën të shpërbëhej. Ai ju drejtua të gjithëve me zë të fortë dhe të qartë. Gjithçka që po shihni nuk është ajo që duket. Ky burr që po martohet me vajzën time ka fshehur gjëra të mëdha. Gjëra që nuk mund të injorohen. Unë nuk mund të qëndroj duke parë bijën time të lidhet me një mashtrues. Fjala mashtrues u përhap si zhurma e një tërmeti brenda sallës. Një tension i papërshkrueshëm mbushi çdo cep. Shumë njerëz mbuluan gojë me dorë, disa shikuan në drejtim të babait me habi dhe dyshim, ndërsa të tjerë thjesht nuk e besonin atë që po dëgjonin. Unë ndjeva një kombinim të frikës dhe zemërimit. Si mund të kishte fshehur të vërtetën kaq gjatë? Si mund të më kishte gënjur mua dhe të gjithë ne? Pyetje pa përgjigje filluan të përziheshin në mendjen time, duke më lënë të hutuar dhe të tronditur. Ai, burri i mjarshëm, u përpoq të fliste. Dorina unë, por zëri i tij ishte i dridhur dhe fjalët nuk dilnin të qarta. Çdo përpjekje për të shpjeguar diçka dukej si një përpjekje e kotë. Çdo buzëqeshje e tij, që dikur më dukej e ngrohtë dhe e sigurt, tani dukej si një maskë e ftohtë dhe e gënjeshtër. Babai im nuk i dha mundësinë për të shpjeguar më shumë. Ai kishte marrë vendimin dhe nuk kishte kthim pas. Mjaft, nuk ka më fjalë. Nuk mund të vazhdojmë këtë dasmë, tha ai me vendosmëri. Kjo nuk është një gjë që mund të fshihet pas rrobave të bukura, muzikës apo dhuratave. E vërteta ka dalë në dritë, dhe unë nuk do të lejoj që bijën time të dëmtohet. Të ftuarit ishin të ndarë midis shokëve të mi dhe të tijve. Disa përpiqeshin të kuptonin situatën, ndërsa të tjerë qëllimisht largoheshin nga skena, sikur të mos donin të ishin dëshmitar të një drame që sapo kishte shpërthyer. Unë ndjeva një val trishtimi të thellë. Ditën që duhet të kishte qenë një nga më të lumturat e jetës sime, papritmas ishte kthyer në një ferë emocional. Zemra ime dhe mendja ime luftonin mes dy botëve. Dashuria që kisha ndjer dhe tradhtia që tani po zbulohej. Babai më mori për dorë dhe më tërhoqi pak larg, duke më mbajtur fort. E di që je e tronditur, tha ai, por tani nuk është koha të veprosh nga emocioni. Duhet të kuptosh gjërat ashtu siç janë. Nuk mund të shoh vajzën time të lidhet me dikë që e ka mashtruar dhe nuk e meriton besimin tënd. Të ftuarit filluan të flasin mes tyre, duke përhapur fjalë dhe thashë theme që vetëm rritën tensionin. Unë ndjeja se çdo hap që merja për të larguar nga skena e dasmës përforconte realitetin e hidhur. Martesa që kisha ndëruar ishte shkatëruar, dhe gjithçka që kisha besuar ishte rrezikuar. Dorina, një vajzë që gjithmonë kishte besuar te dashuria dhe mirësia e njerëzve, tani po përballej me një realitet që nuk e kishte imagjinuar kurrë. Si mund të kishte qenë kaq e verbër ndaj sinjaleve që kishte marrë? Si mund të kishte lënë dikë të vinte kaq afër pa e kuptuar të vërtetën? Babai im i vendosur dhe i paepur më shikoi dhe tha, do ta kalojmë këtë. Nuk ka rëndësi sa e vështirë është. E rëndësishme është që ti të mos humbasësh vetveten dhe të mos lejojmë dikë të lëndoj. Ai më mbajti për dorë dhe më udhëhoqi drejt daljeve të kishës, larg dhimbjes dhe turpit që kishte mbushur atë sallë. Çdo hap ishte një përpjekje për të shpëtuar veten nga një realitet që po kërcënonte të më fundos. Dhe ndërsa largoheshim, një pyetje vetme më mbërtheu. Çfarë sekreti të madh mund të kishte fshehur ai burr që tani e kishte shpërbërë të gjithë ëndrrën time? Pas largimit nga ceremonia, ndjenja e trishtimit dhe e zhgënjimit nuk më lejonte të merrja frymëlirshëm. Babai më mbajti fort dorën, duke më udhëhequr përmes një korridori të ngushtë dhe të heshtur, larg nga syri të gjithë të ftuarve dhe shikimeve të gjykueshme. Nuk kishte fjalë që mund të përshkruanin atë që po ndjeja. Një përzierje e trishtimit, zemërimit dhe një zhgënjimi të thellë që më shkatëronte çdo pjesë të shpirtit. Babai, çfarë po ndodh me të? Arrita të thosha me një zë të dridhur. Ai më shikoi me seriozitet të pakompromis. Bija ime, ka diçka që duhet të dish për të. Nuk mund të vazhdojmë me këtë dasmë pa ditur të vërtetën. Në atë moment, ndjeva një frymëzim të frikshëm. Fytyra ime u shndërrua nga shpresa në një hije të dyshimit. Çfarë mund të kishte fshehur ai burr që unë e doja? Çfarë sekret mund të kishte, i cili ishte aq i rëndësishëm sa babai im të ndërmerrte një veprim kaq dramatik? Babai më tregoi historinë që kishte zbuluar ditët e fundit përpara dasmës. Ai kishte ndjekur disa gjurmë që quan tek e vërteta erët e burrit tim të ardhshëm.
Ai kishte marrë informacion nga burime të ndryshme. Njerëz që kishin punuar me të dhe njerëz që e kishin njohur shumë kohë më parë. Ai kishte zbuluar se ai nuk ishte njeriu që shfaqte të gjithë kohën, se pas buzëqeshjes së tij të përzemër dhe sjelljes së sjellshme që shfaqte në publik. Ekzistonte një person që manipulonte njerëzit dhe që kishte fshehur pjesë të jetës së tij që ishin të papranueshme për mua dhe për familjen time. Dorina, vazhdoi babai im, ky burr nuk të ka treguar gjithçka. Ai ka mashtruar shumë njerëz dhe ka fshehur të vërteta që mund të lëndojnë në mënyrë të pakthyeshme. Ai nuk është ai që ti mendon se është. Dhe unë nuk mund të qëndroj duar kryq dhe të lejoj që vajza ime të lidhet me dikë që nuk ka ndershmëri. Ndjenja ime filloi të përziheshin mes frikës dhe zemërimit. Si kishte mundësi të isha kaq e verbër ndaj shenjave? Si nuk e kisha kuptuar mashtrimin e tij më parë? Ndërsa mendja ime përpiqej të kapërcente një realitet që duke i papërballueshëm, pyetjet vazhdonin të shtoheshin. Babai më tha se kishte zbuluar që burri i mjarshëm kishte lidhje të fshehta me njerëz që nuk ishin të sinqertë. Ai kishte një të kaluar që përfshinte mashtrime financiare, marrëdhënie të fshehta dhe një jetë që ai kishte fshehur nga të gjithë, përfshirë edhe mua. Ai nuk ishte ai që kishte paraqitur veten si një njeri i thjesht, i dashur dhe i sinqert. Ishte një njeri që përdorte manipulimin për të marrë atë që donte, dhe që nuk mund të ishte një partner i besueshëm. Ndërsa dëgjoja fjalët e babait, ndjenja e trishtimit u përzier me zemërimin. Një pjesë e brendshme e shpirtit tim ndjente një ndjenjë tradhtie të thellë. Si mund të kishte luajtur me emocionet e mia kaq shumë? Si mund të kishte gënjyer jo vetëm mua, por edhe gjithë familjen time? Babai më përqafoi dhe më tha se tani nuk ishte koha të veproja nga emocionet, por nga arsyeja. Ai më kërkoi që të qëndroja e fortë dhe të mos lejoja që mashtruesi të më përdorte. Ai kishte bërë gjithçka për të mbrojtur mua, për të më ruajtur nga një gabim i madh që mund të kishte shkatëruar të ardhmen time. Ndërkohë që largoheshim nga kisha, mendimet e mia ktheheshin tek të ftuarit. Si do të reagonin ata ndaj kësaj situate? A do të kuptonin ata vendimin e babait tim? Apo do të më gjykonin për të prishur një dasmë që duke e përsosur? Një ndjenjë fuqishme turpi filloi të më pushtonte, por një pjesë tjetër e shpirtit tim ndjente një lloj lehtësimi. E vërteta kishte dalë në dritë, dhe tani mund të merrja vendimin tim pa u mashtruar më. Kur u kthyem në shtëpi, babai më tregoi më shumë detaje për të kaluarën e burrit tim të arshëm. Ai kishte një histori të fshehtë që përfshinte mashtrime emocionale dhe financiare. Ai kishte shfrytëzuar njerëz për përfitime personale dhe kishte krijuar një imazh të rreme për të fituar besimin dhe dashurinë e të tjerëve. Të kuptuarit e gjithë kësaj ishte si të hyje në një labirint pa dalje. Çdo kujtim i momentit që kisha ndjer pranë tij tani duke i rrem. Çdo fjalë e ëmbël, çdo buzëqeshje që më kishte dhënë, tani ishte pjesë e një manipulimi që unë nuk mund ta besoja. Babai më tha se nuk kishte vend për kompromis. Ai kishte bërë gjithçka për të mbrojtur mua dhe nuk mund të lejonte që një mashtrues të hynte në jetën time. Ai më kërkoi që të qëndroja e fortë dhe së bashku do të merrnim vendimet e duhura për të ardhmen. Ndërkohë që dita përfundonte, unë ndjeja një ndjenjë të përzier. Trishtim për ëndrrën e prishur, zemërim për tradhtinë, dhe një ndjenjë lehtësimi që të paktën e vërteta kishte dalë në dritë. Por pyetja më e madhe mbetej. Si do të përballoja unë gjithë këtë dhe çfarë do të bëja më tej? Babai më mbajti për dorë dhe më tha se së bashku do të gjenim një rrugë për të shëruar këtë plagë dhe për të ndërtuar një të ardhme më të sigurt. Ai më premtoi se nuk do të isha kurrë vetëm, dhe se gjithçka që do të ndodhte do ta përballonim së bashku. Në atë moment, një vendim i rëndësishëm filloi të merrte formë brenda meje. Nuk do të lejoja që dikush të manipulonte jetën time. Nuk do të lejoja që një mashtrues të fitonte të drejtën për të më ndarë nga ajo që meriton një vajzë e drejtë dhe ndershme. Dhe kështu vendosa se nuk do të kthehesha kurrë tek ai burr dhe se do të filloja një kapitull të ri në jetën time. Një kapitull ku e vërteta dhe respekti për veten do të ishin mbi gjithçka tjetër. Pas ndalimit të dasmës, lajmi për situatën u përhap shpejt. Një val thashe themesh dhe habie mbushi qytetin dhe rrethinën. Të ftuarit, të cilët kishin ardhur me gëzim dhe pritshmëri, tani ishin të hutuar dhe disa nga ta shfaqnin një gjykim të fshehtë. Disa nuk e besonin atë që kishin dëgjuar, ndërsa të tjerët mezi prisnin të mësonin detajet e fshehtësisë që babai im kishte zbuluar. Unë ndihesha izoluar mes një turme që më shikonte me sy të çuditshëm. Një pjesë e shpirtit tim dëshironte të ikte nga të gjithë, të zhdukej nga shikimet e gjykueshme, ndërsa një pjesë tjetër ndihej e lehtësuar që të paktën e vërteta kishte dalë në dritë.
Babai im qëndronte pranë meje, duke më mbrojtur me praninë e tij të fortë, dhe kjo më jepte forcë për të përballuar situatën. Të ftuarit filluan të flasin mes tyre, disa duke marrë anën e babait tim, të tjerë duke mbrojtur burrin që kishin njohur deri atë moment si një person i ndershëm dhe i dashur. Atmosfera ishte e tensionuar. Disa shihnin me habi dhe mosbesim, ndërsa të tjerët shfaqnin zemërim dhe zhgënjim. Çdo fjalë që flitej duke sikur shtonte peshën emocionale të ngjarjes, duke e bërë më të vështirë për mua të merrja frymëlirshëm. Babai më shikoi dhe më tha: "Dorina, duhet të jemi të kujdesshëm. Nuk ka vend për emocione të ngurta tani. Duhet të veprojmë me arsyen dhe të vendosim si të vazhdojmë nga ky moment." Ndërkohë, unë përpiqesha të kuptoja gjithë masakrën emocionale që po ndodhte. Çdo kujtim i lumtur me atë burr tani duke i rem. Çdo fjalë ëmbël, çdo prekje, çdo buzëqeshje. Tani ishte pjesë e një gënjeshtre që më kishte mashtruar dhe më kishte futur në një kurth emocional. Më vonë, burri i arshëm, i cili dikur kishte qenë burimi i gëzimit dhe lumturisë sime, tentoi të afrohej për të shpjeguar, por unë kisha kuptuar se shpjegimet e tij ishin vetëm fjalë bosh. Ai nuk kishte asnjë shpjegim që të mund ta zbutet tradhtinë e thellë që ndjeja. Buzëqeshja e tij e dikurshme tani duke e shtirur dhe e ftohtë. Çdo përpjekje për të mbrojtur veten dukej si një përpjekje e kodë dhe e dëshpëruar. Babai im ndërhyri sërish me zë të fortë dhe të vendosur: "Mjaft. Nuk ka vend për shpjegime të mëtejshme. Nuk ka më dasmë sot dhe nuk do të ketë kurrë. Ti nuk do të hysh më në jetën e vajzës sime duke mashtruar dhe duke e përdorur atë." Pas këtyre fjalëve, ai u largua nga vendi me mua, duke lënë pas të gjithë turmën dhe shikimet e gjykueshme. Ndërkohë që largoheshim, ndjenja e një lufte të brendshme filloi të rritej. Zemra ime ishte mbushur me dhimbje, zemërim dhe trishtim, por një pjesë e shpirtit tim filloi të kuptonte një të vërtet më të madhe. Unë nuk mund të lejoja që dikush të më manipulonte më, dhe nuk do të lidhesha me dikë që nuk e meritonte dashurinë time. Kur arritëm në shtëpi, babai më tregoi më shumë rreth historisë së burrit të arshëm. Ai kishte një të kaluar komplekse, e mbushur me mashtrime dhe gënjeshtra, dhe kishte shfrytëzuar njerëz për përfitime personale. Ai nuk kishte kurrë ndërmend të tregonte të vërtetën për jetën e tij. Dhe kjo ishte arsyeja pse babai im nuk mund të lejonte martesën të vazhdonte. Unë fillova të kuptoja rëndësinë e vendimit të babait. Ai nuk kishte ndërhyrë nga arroganca, por nga një dëshirë e sinqertë për të më mbrojtur dhe për të ruajtur lumturinë dhe integritetin tim. Çdo emocion që ndjeja, zemërim, trishtim, zhgënjim, tani ishte i përzier me një ndjenjë mirënjohje dhe respekti për atë që ai kishte bërë për mua. Ndërkohë që dita përfundonte, unë fillova të planifikoja një mënyrë për të përballuar pasojat sociale dhe emocionale të ngjarjes. Të ftuarit do të flisnin, do të gjykonin, dhe disa do të përpiqeshin të më bënin presion për të rikthyer situatën në normalitet. Por unë e kisha kuptuar një gjë të rëndësishme. Nuk mund të kthehesha pas. Nuk mund të lidhesha me dikë që kishte shkelur besimin tim dhe të gjithë jetën time emocionale. Babai më tha se tani ishte koha për të ndërtuar një rrugë të re, për të gjetur forcën brenda meje dhe për të përballuar sfidat që do të vinin. Ai më premtoi se nuk do të isha kurrë e vetme dhe se çdo hap që do të merrja, ai do të ishte aty për të më mbështetur. Dhe kështu ndërsa nata binte dhe heshtja mbulonte qytetin, unë kuptova se një kapitull i jetës sime kishte përfunduar, por një tjetër më i fuqishëm dhe më i drejtë ishte gati të fillonte. Dita pas ndalimit të dasmës ishte një nga më të vështirat që kisha përjetuar ndonjëherë. Heshtja në shtëpi, përveç disa tingujve të largët të qytetit, duke e thellë dhe nguliste dhimbje në çdo cep të shpirtit tim. Babai im kishte vendosur të mos më linte vetëm, por prania e tij nuk e zbute dot atë ndjenjë të përzier të humbjes dhe të tradhtisë që ndjeja. Gjithçka që kisha planifikuar për muaj të tërë, çdo ëndër dhe përpjekje, ishte shembur brenda disa minutash. Fustani im i bardh i dasmës i lënë në dhomë, duke si një kujtesë e asaj që nuk kishte ndodhur dhe nuk do të ndodhte kurrë. Ndërsa shikoja atë, një val emocionesh më pushtoi. Zhgënjim për mashtrimin, trishtim për ëndrrën e humbur dhe një frikë të padukshme për të ardhmen. Babai më shikoi me kujdes dhe më tha: "Dorina, unë e di që zemra jote është e thyer, por duhet të kuptosh një gjë. Çdo gjë që ka ndodhur ka një arsye. Tani e ke mundësinë të zgjedhësh vetë rrugën tënde, të ndërtosh jetën tënde dhe të mos lejojmë që dikush të vendos për ty." U ula pranë dritares duke shikuar rrugët e qytetit të zbrazta dhe ndjeva një reflektim të thellë brenda meje. Çdo kujtim me atë burr tani dukej si një iluzion. Çdo premtim, çdo buzëqeshje, çdo fjalë ëmbël kishte qenë pjesë e një gënjeshtre të mirë planifikuar.
Pyetja më e madhe që më torturonte ishte: si mund të kisha qenë kaq e verbër? Si mund të kisha besuar dikë që kishte fshehur një pjesë të jetës së tij kaq të rëndësishme? Babai më shtrëngoi dorën dhe vazhdoi: Dorina, nuk duhet të lejojmë që dhimbja të na dobësoj. Duhet të bëjmë plane për të ardhmen. Ti nuk je fajtorja këtu. Ti je viktima e manipulimit dhe mashtrimit. Dhe tani është momenti që të rindërtosh veten. U ngrita dhe u ula përballë tij. Por babi, si do të përballem me njerëzit? Të gjithë do të flasin, do të gjykojnë, do të përhapin, thashe theme. Nuk e di nëse do ta përballoj dot turpin dhe shqetësimin që ndjej. Ai buzëqeshi lehtë dhe më tha: këto janë gjëra që nuk mund t'i kontrollojmë, por mund të kontrollojmë mënyrën si veprojmë dhe si reagojmë. Nuk duhet të kesh turp për të mbrojtur veten dhe për të thënë të vërtetën. Ata që të vlerësojnë do të qëndrojnë pranë teje. Ata që gjykojnë thjesht nuk kanë kuptuar kurrë se çfarë është besimi dhe dashuria e vërtetë. U nisa të mendoj për çdo moment që kisha ndjer pranë tij. Siç duket, çdo buzëqeshje e tij, çdo fjalë e ëmbël, ishte pjesë e një strategjie për të fituar besimin tim. Dhe ndërsa mendoja për këtë, një ndjenjë e fuqishme zemërimi filloi të rritet brenda meje. Nuk mund të besoja që dikush kishte qenë kaq i ftohtë dhe i manipuluar në marrëdhëniet njerëzore. Babai im dhe unë filluam të planifikonim mënyrën se si do të përballonim situatën. Ai insistonte që të mos lejoja të tjerët të më bënin presion për të rikthyer marrëdhënien e prishur. Ne bëm një plan për të treguar të vërtetën tek miqtë dhe të ftuarit që nuk e dinin gjithçka, dhe për të përballuar çdo thashethem që mund të linte. Ai ishte i vendosur që unë të mos mbetesha e vetme në këtë situatë dhe të mos ndjeja turp për një ngjarje që nuk ishte fajit tim. Në ditët që pasuan, fillova të ndihesha më e fortë. Babai më qëndronte pranë çdo hap, dhe fillova të kuptoj se ajo që kishte ndodhur nuk ishte fundi i botës, por fillimi i një kapitulli të ri. Një kapitull ku unë do të mësoja të vendosja kufi, të mbroja veten dhe të mos lejoja që dikush të më manipulonte përsëri. Fillova të mendoj për të ardhmen time dhe për gjërat që gjithmonë kisha ndëruar për jetën time personale dhe profesionale. Nuk kisha nevojë për një mashtrues për të ndjerë lumturi. Tani ishte momenti për të vendosur prioritetet e mia dhe për të krijuar një rrugë që do të ishte e bazuar mbi besim, ndershmëri dhe respekt për veten. Babai më ndihmoi të lidhem përsëri me miqtë e mi më të afërt. Ata që e dinin të vërtetën dhe më mbështetën pa kushte. Ndërsa ndaja me ta çfarë kishte ndodhur, ndjeva një ndjenjë lehtësimi. Shumë prej tyre shfaqën mbështetje të plotë, dhe kjo më dha forcë për të vazhduar përpara. Në një moment të heshtur, babai më tha: Dorina, çdo plag ka nevojë për kohë për të shëruar, por ajo që ka rëndësi është që të mos lejojmë që dikush të përsërisë të njëjtën gabim. Ti duhet të jesh e fortë dhe të vendosësh standardet e tua për të ardhmen. Ndërkohë që jeta fillonte të rikthehej në një normalitet të ri, unë kuptova se nuk isha vetëm viktime e mashtrimit, por edhe një grua që kishte fuqinë të vendoste për jetën e saj. Kjo përvojë, sa e dhimbshme dhe e tronditshme, më kishte mësuar një mësim të rëndësishëm. Vlera ime nuk ishte e varur nga dikush tjetër, dhe askush nuk mund të më vendoste kufit e lumturisë time pa pëlqimin tim. Pasojat e ngjarjes filluan të shfaqeshin gjithashtu në marrëdhëniet e mia me të tjerët. Disa njerëz që kishin marrë anën e mashtruesit filluan të më injoronin, ndërsa të tjerët që kuptuan të vërtetën ofruan mbështetje dhe solidaritet. Kjo ndihmoi që të kuptoja më mirë se kush ishin njerëzit e vërtet në jetën time, dhe kush ishte i gatshëm të qëndronte pranë meje në momentet më të vështira. Ndërkohë fillova të krijoja plane për të ardhmen time profesionale dhe personale. Desha të udhëtoj, të mësoj gjëra të reja, të përqendrohem tek vetja dhe të krijoja një jetë që do të ishte e bazuar mbi integritet dhe lumturi reale. Çdo ditë, ndërsa punoja për të kapërcyer dhimbjen dhe për të ndërtuar veten nga e para, ndjeja se po rritesha dhe po bëhesha më e fortë. Babai im ishte gjithmonë aty për të më kujtuar se çdo hap i madh fillon me vendime të vështira. Ai më tregoi se ndonjëherë jeta të jep prova të dhimbshme për të mësuar një mësim të vlefshëm. Të vërtetën nuk duhet ta shmangësh kurrë, dhe respekti për vetveten është më i rëndësishëm se çdo marrëdhënie apo premtim i rrem. Dhe kështu ndërsa koha kalonte dhe plagët emocionale filluan të shëroheshin, unë kuptova se ngjarja e dasmës nuk ishte fundi, por një fillim i ri. Një fillim ku unë mund të vendosja rregulla, të merrja vendime të mençura dhe të krijoja një jetë që ishte e bazuar mbi ndershmëri, besim dhe dashuri të vërtetë. Pas muajsh reflektimi dhe shërimit të ngadaltë emocional, Dorina ndjeu se kishte arritur një pikë ku mund të fillonte të rimerrte jetën e saj. Çdo plagë e brendshme ishte ende aty,
por ajo kishte mësuar të mos lejonte që dhimbja të përcaktonte vendimet e saj. Babai i saj, gjithmonë pranë saj, kishte bërë më shumë se sa mund të përshkruhej. Ai nuk e kishte vetëm mbrojtur atë, por i kishte dhënë forcën për të kuptuar vlerën e vetvetes. Dorina filloi të angazhohej sërish në aktivitetet sociale. Fillimisht ishin takime të vogla me miq të afërt, kafe të shkurtra dhe biseda të qeta. Ajo kuptoi shpejt se njerëzit që vërtet donin të ishin pranë saj nuk e gjykonin dhe nuk e shihnin si viktim, por si një grua të fortë dhe të vendosur. Ky rikthim gradual e ndihmoi të rifitoj besimin në vetvete dhe të ndjehet e fuqishme. Në punën e saj, Dorina filloi të marrë iniciativë për projekte të reja që i kishin dukur gjithmonë të frikshme ose të paarritshme. Ajo ishte vendosur të përdorte çdo aftësi dhe talent për të ndërtuar një rrugë profesionale që do të ishte vetëm e saj, e pavarur dhe respektuar. Projekti i parë që mori përsipër ishte një iniciativë e vogël komunitare për të ndihmuar gratë të zhvillojnë aftësi dhe të fitojnë pavarësi ekonomike. Dorina ndjeu se kjo jo vetëm që i jepte kuptim ditëve të saj, por edhe një mënyrë për të dhënë mbrapsht, për të ndihmuar të tjerët të mos përballeshin me mashtrime ose manipulime si ajo që kishte përjetuar. Ndërkohë, marrëdhënia e saj me babain u forcuar më shumë se kurrë. Ata kalonin kohë bashkë duke diskutuar për projektet, duke planifikuar aktivitete dhe duke ndarë biseda të sinqerta mbi çdo aspekt të jetës. Babai shpesh e përkujtonte Dorinën. Çdo hap i madh fillon me vendime të vështira, dhe ti tashmë ke marrë vendimin më të rëndësishëm. Të mos lejosh që dikush të përcaktojë lumturinë tënde. Përveç punës dhe aktiviteteve sociale, Dorina vendosi të udhëtonte. Ajo kishte ndëruar gjithmonë të shihte vende të reja dhe të përjetonte kultura të ndryshme. Udhëtimet e para ishin të vogla, një fundjavë në qytete të afërta. Por çdo vizitë e re i jepte forcë dhe besim se jeta mund të ishte e bukur edhe pa praninë e atij mashtruesi. Gjatë këtij periudhe, Dorina takohej gjithashtu me njerëz të rinj, duke ndërtuar marrëdhënie që ishin të ndershme dhe të hapura. Ajo mësoi të dallonte njerëzit e sinqertë nga ata që mund të manipulonin ose të përdornin besimin e saj. Çdo takim, çdo miqësi e re, ishte një provë se jeta kishte shumë për të ofruar dhe se ajo nuk ishte e detyruar të kthehej tek një të kaluar që kishte shkaktuar dhimbje. Një moment i veçantë ishte kur Dorina u përfshi në një projekt vullnetar në qytetin e saj. Ajo ndihmonte fëmijët dhe të rinjt të zhvillonin aftësi kreative dhe artistike. Ishte një eksperiencë që i dhuroi një ndjenjë të thellë të përmbushjes dhe kuptimit. Çdo buzëqeshje e një fëmie, çdo falënderim i thjeshtë, i jepte Dorinës një forcë të re. Ajo filloi të kuptonte se lumturia nuk vinte nga marrëdhëniet romantike, por nga fuqia për të ndryshuar jetën e vet dhe jetën e të tjerëve në mënyra pozitive. Një tjetër aspekt i rëndësishëm ishte marrëdhënia e saj me familjen e zgjeruar. Babai e ndihmoi të rindërtonte lidhjet e humbura me familjar që kishin qenë të larguar për shkak të lidhjes së dështuar. Takimet dhe bisedat e sinqerta ndihmuan Dorinën të rifitojë ndjenjën e komunitetit dhe përkatësisë. Ajo filloi të ndjejë se jeta e saj kishte kuptim të ri dhe se mund të krijonte rrugën e saj pavarësi nga askush tjetër. Në këtë periudhë, Dorina gjithashtu mësoi të kujdeset për vetveten në mënyra që nuk i kishte menduar më parë. Ajo filloi të praktikonte meditimin, të shkruante ditar dhe të bënte aktivitete që e ndihmonin të kuptonte emocionet e saj. Çdo hap ishte një mënyrë për të ndërtuar vetbesimin dhe për të kuptuar se lumturia fillon nga brenda. Gjithçka që Dorina bëri pas ngjarjes së dasmës e transformoi atë në një grua më të fortë, më të pavarur dhe më të vetëdijshme për vlerat e veta. Ajo kuptoi se dhimbja e kaluar nuk ishte një fund, por një mundësi për të ndërtuar diçka të re, më të mirë dhe të qëndrueshme. Dhe ndërsa dita pas dite kalonte, Dorina filloi të ndjente një ndjenjë të re gëzimi dhe lirie. Ajo kuptoi se kishte mësuar një mësim jetësor. Askush nuk ka të drejtë të vendosë për lumturinë tënde, dhe çdo sfidë, çdo plag, mund të shndërrohet në një mundësi për të rritur forcën dhe besimin në vetvete. Jeta e Dorinës filloi të merrte një ritëm të ri, një ritëm ku lumturia nuk varej më nga të tjerët, por nga zgjedhjet e saj dhe vendosmëria për të jetuar sipas parimeve të ndershmërisë dhe respektit. Pas peripecive dhe dhimbjeve që kishte kaluar, ajo kuptoi se çdo hap përpara kërkonte jo vetëm besim në të tjerët, por mbi të gjitha besim në vetvete. Ndërkohë që forconte marrëdhënien e saj të re, sfidat e jashtme filluan të shfaqeshin. Disa nga njerëzit që kishin mbështetur mashtruesin e mëparshëm përpiqeshin të krijonin situata të pakëndshme ose të përhapnin thashetheme, por Dorina nuk lejonte që këto situata ta lëkundnin. Ajo e përballonte çdo situatë me qetësi dhe maturi, duke treguar se nuk ishte më e njëjta vajzë që dikur mund të manipuloheshin dhe lëndohej.
Babai i saj ishte gjithmonë pranë saj, duke u kujdesur që çdo hap të ishte i drejtë dhe i mençur. Ai e ndihmonte Dorinën të shihte situatat nga një këndvështrim objektiv. Dhe ajo mësoi të dallonte mes njerëzve të vërtetë dhe atyre që vetëm përpiqeshin të shfrytëzonin dobësitë e saj. Në punën e saj, Dorina filloi të marrë projekte më të mëdha dhe të rëndësishme. Aftësitë e saj kreative dhe organizative filluan të vlerësoheshin jo vetëm nga kolegët, por edhe nga komuniteti. Ajo kuptoi se sukseset profesionale nuk ishin thjesht një mënyrë për të fituar pavarësi ekonomike, por edhe një mënyrë për të rikthyer besimin në vetvete dhe për të ndërtuar identitetin e saj. Një nga momentet më të rëndësishme ishte organizimi i një ekspozite lokale ku Dorina prezantoi projektet e saj të ndryshme për zhvillimin e komunitetit. Ajo kishte investuar për muaj të tërë, duke përdorur talentin e saj për të krijuar një ngjarje që jo vetëm tregonte punën e saj, por frymëzonte edhe të tjerët. Ekspozita ishte një sukses i madh, dhe kjo i dha Dorinës një ndjenjë fuqie dhe kontrolli mbi jetën e saj. Marrëdhënia e saj e re u konsolidua gjithashtu. Ai që kishte hyrë në jetën e saj me respekt dhe durim, vazhdonte të tregonte kujdes dhe përkushtim. Dorina mësoi të besonte tek ai pa frikë, duke ndërtuar një marrëdhënie të fortë dhe të shëndetshme. Ata filluan të planifikonin projekte të përbashkëta, të udhëtonin dhe të krijonin përvoja që i lidhnin më shumë çdo ditë. Por sfidat nuk munguan. Disa persona nga e kaluara e saj përpiqeshin të krijonin tension, duke përdorur informacione të pavërteta ose duke ndikuar në opinionin publik. Por Dorina nuk u lë kund. Ajo kishte mësuar të përdorte zërin e saj me mençuri, të qëndronte e qetë dhe të vepronte sipas parimeve të saj. Çdo përpjekje për të lënduar ose për të manipuluar u kthye në një provë që vetëm e forconte më shumë. Babai i saj e shihte me krenari. Ti ke mësuar mësimin më të rëndësishëm, i tha ai një ditë, se lumturia nuk vjen nga ajo që dikush tjetër të jep, por nga mënyra se si ti e zgjedh dhe e mbrojnë atë. Çdo sfidë që përballon tregon forcën tënde të brendshme. Dorina filloi gjithashtu të ndihmonte të rinj që kishin përjetuar situata të ngjashme si ajo. Ajo krijoi një grup mbështetje dhe mentorimi, duke ndarë historitë dhe përvojat e saj për të frymëzuar të tjerë që të mos lejonin manipulimin ose mashtrimet të përcaktonin jetën e tyre. Ajo kuptoi se dhimbja e kaluar mund të shndërrohej në një mjet fuqizues për të ndihmuar të tjerët dhe për të ndërtuar komunitet. Në këtë mënyrë, Dorina ndjeu se çdo pjesë e jetës së saj po merrte kuptim të ri. Çdo sfidë, çdo pengesë dhe çdo fitore i jepnin forcë për të vazhduar përpara. Ajo kuptoi se e kaluara nuk mund të ndryshohej, por mënyra si reagonte ndaj saj vendoste të ardhmen e saj. Një ditë, ndërsa shikonte qytetin nga balkoni i saj, Dorina ndjeu një ndjenjë të fuqishme paqeje dhe krenarie. Ajo kishte kaluar nga një vajzë e thyer nga tradhtia në një grua të fortë, të pavarur dhe të vetëdijshme për vlerat e veta. Jeta e saj ishte një kombinim i lumturisë, suksesit dhe dashurisë së ndershme. Dhe ndërsa nata binte mbi qytet, Dorina ndjeu se çdo hap i kaluar ishte një mësim që e kishte përgatitur për këtë moment. Ajo kishte kuptuar se forca e vërtet nuk vinte nga të tjerët, por nga vendimet që merrte për vetveten dhe nga mënyra se si zgjidhte të jetonte. Një kapitull i ri ishte krijuar, një kapitull ku ajo ishte protagoniste e jetës së saj, dhe askush nuk kishte të drejtë të merrte vendime që i përkisnin vetëm asaj. Ditët kalonin me ritëm të qëndrueshëm dhe Dorina ndjeu se jeta e saj po merrte një drejtim të qetë dhe të sigurt. Megjithatë, siç ndodh shpesh, e kaluara kishte një mënyrë për të rikthyer sfidat në mënyrë të papritur. Një ditë papritur, burri i dikurshëm që e kishte tradhtuar dhe mashtruar u shfaq në qytetin e saj. Lajmi u përhap shpejt mes miqve dhe disa të panjohurve, dhe një ndjenjë tensioni mbushi ajrin. Dorina ndjeu një valë emocionale të përzier. Kujtime të dhimbshme rikthyen veten. Por këtë herë ajo nuk ishte e njëjta vajzë që kishte qenë më parë. Ajo ishte më e fortë, më e vendosur dhe vetëdijshme për vlerat e veta. Babai i saj qëndronte pranë saj, një mbrojtje e fortë dhe një kujtesë e fuqisë së saj të brendshme. Kur ai u afrua, shikimi i tij kërkonte të fitojë diçka, të bënte shpjegime ose të provonte se mund të rifitojë besimin e saj. Por Dorina nuk kishte nevojë për fjalë të bukura ose premtime të mëdha. Ajo e shikoi me qetësi dhe tha: "Asgjë nuk mund të rikthehet. Çfarë ndodhi, ndodhi. Tani e ardhmja ime nuk varet nga ti. Nuk ka vend për mashtrime dhe gënjeshtra në jetën time." Ai përpiqej të shpjegonte, duke thënë se gjërat nuk ishin siç dukeshin, se kishte arsyet e veta, por çdo fjalë e tij dukej e kot. Dorina e kuptoi se nuk kishte rëndësi se çfarë thoshte.
Ajo kishte mësuar se veprimet tregojnë të vërtetën më mirë se fjalët. Çdo përpjekje për manipulim nuk mund të ndikonte tek ajo, sepse ajo kishte ndërtuar një muret e forta të besimit dhe të vetë respektit. Babai i saj ndërhyri me vendosmëri, mjaft. Nuk ka më diskutim. Vajza ime nuk është më ajo që mund të mashtroni. Çdo përpjekje për të prishur jetën e saj është e kotë. Ti nuk ke asnjë vend këtu. Dorina ndjeu një ndjenjë çlirimi që nuk e kishte përjetuar kurrë më parë. Një kapitull i dhimbshëm ishte mbyllur. Ajo kishte përballuar fytyrën e të kaluarës dhe nuk kishte lejuar që ajo ta përcaktonte më jetën e saj. Ishte një triumf i fuqisë së brendshme dhe i vetëdijes së saj. Pas këtij momenti, Dorina dhe ai që tashme kishte fituar besimin e saj dhe dashurinë e saj të re, ndjen se marrëdhënia e tyre ishte më e fortë se kurrë. Nuk kishte më frikë, dyshim ose pasiguri. Ata vendosën të ndërtonin së bashku një të ardhme të bazuar mbi ndershmëri, respekt dhe dashuri të sinqertë. Dorina kuptoi se çdo plagë dhe çdo sfidë e kaluara e kishin bërë të mundur këtë moment. Ajo nuk ishte më njëjta vajzë e dobët, por një grua e fuqishme, e pavarur dhe e vetëdijshme për vlerat e veta. Çdo hap përpara ishte një provë e forcës së saj, dhe çdo sukses ishte një dëshmi se ajo mund të ndërtonte jetën që donte. Babai i saj e shikoi me krenari. Kjo është vajza ime, tha ai. Një grua që nuk lejon askënd të vendosë për lumturinë e saj. Një grua që ka mësuar të zgjedhë me mençuri dhe të mbrojë atë që është e saj. Dorina buzëqeshi, e qetë dhe e lumtur. Ajo kuptoi se lumturia nuk është thjesht të gjesh diçka që të do, por të dish të duash dhe të respektohesh vetë, të kesh besim tek vetja dhe të ndërtohesh mbi themele të sigurta. Nga ky moment, çdo ditë e saj ishte një dëshmi e forcës së saj të brendshme, e pavarësisë dhe lumturisë së ndershme. Ajo kishte mbyllur të kaluarën dhe po hapte një kapitull të ri të jetës, ku dashuria, respekti dhe suksesi ishin pjesë e pandashme e çdo dite. Jeta e Dorinës kishte kaluar përmes tuhi të mëdha, por çdo rrugë e vështirë kishte përgatitur për këtë moment. Ajo nuk ishte më vajza e trembur që besohej lehtë, as nuk ishte viktime e manipulimit. Tani ishte një grua e fortë, e vetëdijshme për vlerat e veta, e cila kishte mësuar të zgjedhë me mençuri dhe të ndërtojë jetën e saj sipas parimeve të ndershmërisë dhe respektit. Pas përballjes me të kaluarën dhe përfundimit të marrëdhënies mashtruese, Dorina kishte ndërtuar një rrjet mbështetje të fortë me babain e saj, miq të vërtet dhe partnerin e saj të ri, të cilin e kishte zgjedhur me ndërgjegje dhe dashuri të sinqertë. Çdo ditë e saj ishte një kombinim i qetësisë, lumturisë dhe përmbushjes së qëllimeve personale. Në një mëngjes të freskët pranvere, Dorina u zgjua me një ndjenjë të veçantë gëzimi. Drita e diellit përhapej mbi dhomën e saj dhe shpirti i saj ndihej i lirë dhe i qetë. Ajo mori një kafe dhe ul pranë balkonit, duke shikuar qytetin që kishte ndërtuar jetën e saj. Çdo rrugë, çdo ndërtesë, çdo tingull i qytetit i dukej më i bukur, më i qetë, më i mbushur me mundësi. Partneri i saj i ri u afrua dhe e përqafoi butësisht. Gëzuar ditën, Dorina, tha ai. Çdo ditë me ty është një dhuratë. Ajo buzëqeshi dhe i ktheu përqafimin. Çdo ditë me ty më mëson se çfarë do të thotë të jesh e sinqertë dhe e lumtur. Nuk kam frikë më të hap zemrën, sepse tani e di se lumturia është një zgjedhje. Dhe unë kam zgjedhur vetveten dhe ty. Në punën e saj, projektet kishin arritur një nivel të ri. Dorina ishte e njohur në komunitet si një grua e suksesshme, e aftë dhe frymëzuese. Ajo shpesh merrte ftesa për të mbajtur ligjërata dhe për të udhëhequr seminare, duke ndarë eksperiencat e saj me të rinjt dhe duke u shërbyer si një shembull i forcës dhe pavarësisë. Babai i saj e shikonte me krenari të madhe. Ai e dinte se çdo sfidë që Dorina kishte përballuar e kishte bërë më të fortë dhe më të vetëdijshme për vlerat e veta. Ke mësuar mësimin më të rëndësishëm, vajza ime, i tha ai një mbrëmje të qetë. Lumturia dhe forca e vërtet nuk varen nga të tjerët, por nga mënyra se si ti zgjedh të jetosh jetën tënde. Një mbrëmje, Dorina dhe partneri i saj u ulën në një kopsht të mbushur me lule. Drita e diellit të perëndimit ngjyrsoi gjithçka me nuanca të ngrohta. Ajo ndjeu një paqe të thellë dhe një lumturi që nuk e kishte përjetuar kurrë më parë. Shikon Dorina, tha ai duke treguar horizontin, kjo është jeta që ke ndërtuar. Çdo sfidë, çdo dhimbje, çdo fitore të ka sjell këtu. Ajo e shikoi dhe buzëqeshi. Po, dhe tani e di që çdo gjë që ka ndodhur kishte një arsye. E kaluara më ka mësuar të jem e fortë, e pavarur dhe të di të zgjedh të ardhmen time. Nuk ka dhimbje që nuk mund të shërohet, as pengesë që nuk mund të kapërcehet kur ke forcën e vërtet brenda vetes.
Dhe kështu, Dorina përjetoi një ndjenjë të plotë të lumturisë. Ajo kishte mbyllur kapitujt e dhimbshëm të së kaluarës dhe kishte hapur një kapitull të ri, të mbushur me dashuri të ndershme, sukses profesional, miqësi të vërteta dhe lidhje të shëndetshme. Çdo ditë ishte një mundësi për të jetuar jetën në mënyrën që kishte ndëruar gjithmonë, me qetësi, dashuri dhe paqe të brendshme. Babai i saj e shikoi dhe tha me një zë të butë: "Kjo është vajza që gjithmonë kam ditur se do të bëhej. E fortë, e mençur dhe e lumtur. Lumturia jote është dëshmia më e madhe e forcës tënde." Dorina ul pranë tij dhe e përqafoi. "Faleminderit që gjithmonë më ke qëndruar pranë, babi. Pa ty, nuk do të isha këtu ku jam sot. Por tani e di që mund të ecë përpara e sigurt, sepse kam mësuar të dua vetveten dhe të zgjedh jetën që dua." Natë mbrëmje, ndërsa dielli perëndonte dhe qielli ngjyrohej me ngjyra të ngrohta, Dorina kuptoi se çdo hap që kishte bërë, çdo vendim i vështirë, çdo sfidë dhe dhimbje e kishin përgatitur për këtë moment. Jeta e saj ishte e bukur, e plotë dhe e mbushur me kuptim. Ajo kishte gjetur lumturinë e vërtetë, jo si një ëndër që mund të thyhej nga të tjerët, por si një zgjedhje e vetëdijshme, e fuqishme dhe e përhershme.